Cili është momenti që të ka thyer zemrën në këtë punë, por të ka bërë edhe më të fortë? Një pyetje që të bën të mendosh dhe të reflektosh. Normalisht në punën time ka momente të bukura, por ka edhe momente që të prekin thellë emocionalisht. Duke qenë se fokusi im është në rehabilitimin pediatrik, situatat që të prekin thellë në zemër janë normalisht situatat të cilët lidhen me përballimin e realiteteve të vështira. Flasim këtu për sfida të mëdha shëndetësore të fëmijëve ose me sfida të mëdha zhvillimore të tyre. Dhe njëkohësisht është edhe prindri i cili kalon një situatë ose ndër situatat më sfiduese dhe më të vështira të jetës së tyre. Ka ndodhur shumë shpesh që të përballen me prindër të cilët presin përgjigje shumë shpejt, por ndërkohë nuk janë gati për të marrë përgjigjen. Më kujtohet një rast, fëmijë 4 vjeç, diagnostikuar me çrregullime të spektrit autik, i cili prindri nuk është gati ta pranojë një diagnozë të tillë. Normalisht është një diagnozë e përcaktuar nga një grup multidisiplinor, por në momentin kur prindri ka të vështirë ta pranojë diagnozën, normalisht i vështirësohet edhe trajtimi dhe rehabilitimi. Ndërkohë që ti je aty duke ndjekur çdo hap dhe çdo sfidë të zhvillimit të fëmijës dhe normalisht bëhet më vështirë ndjekja dhe progresi përmirësimi i tij. Kjo bën të kuptosh që normalisht roli jon nuk është vetëm të trajtojmë, por është gjithashtu edhe të qëndrojmë pranë. Të qëndrojmë pranë pacientit, të qëndrojmë pranë prindërve për t'ia lehtësuar sadopak rrugëtimin dhe gjithashtu për t'i dhënë siguri dhe besim në një sfidë të tillë. Gjithashtu është pikërisht kjo arsye sepse ne kuptojmë qëllimin ton si profesionistë. Është kjo arsye që ne na bën të ecim përpara dhe të punojmë me të njëjtin përkushtim si në fillimet.